dhe mua më dha të njohur, ku kam qenë unë ajo që gjëja e parë që kam bërë, kam sqaruar. E kam thënë unë pra. Po pra. Edhe aty. E ke thënë. Edhe kjo sherrje tash mund të jetë i stisur për shkak të mos lema ludime jashtë ose del që njihet dikush që të vazhdojnë këtë lloj farforme. Një më Mateo se nuk kam ardhur në Big Brother me laps me letër. Se jam 23 vjeç, akoma s'kam filluar jetën. Unë kam marrë në Big Brother për me shiju Big Brother-in tim, për me pas një eksperiencë time shumë interesante edhe unike, nuk kam marrë për të degeneruar nga një njeri pa fytyrë edhe pa karakter si Rogerti. Në momentin që ti bën një lojë ta tillë me mirin, unë si Mateo kam drejtën dhe 10 pikë pyetje, nëse ti mund bësh një lojë tjetër. Unë s'kam thënë me asnjë moment se Lini pranon ofendimet e Rogertit apo i pëlqejnë ofendimet e Rogertit. Jo, ti se ke thënë, pra ma të thuash që Selini mund të jetë aleate me Rogertin, është po e njëjta. Vjen e njëjta. Po ju më fal se ti nuk je si të sqarosh me atë apo tulesh në tavolinë, e ti thosh ore, këtë do bësh, këtë s'do bësh. Thoni se aty tra për hisën ky. Kush? Ky. Siç e ka radh gjithë këtu merren për hisën. Deshëm s'deshëm. Po. Po pra, jo se di dhe dorë ore shqyr po më fshandi mua. Ti se ke ditë me lapse letër kusha kjo apo çfarë do bëj ti shkon dhe jep vëmendje, prapë është njësoj sikur të thuash që kjo po i pranon. Unë vëmendje do t'i jap për sa kohë ai është personi këtu që pretendon që nuk i mbyllet goja një moment. Dhe unë jam në gjumë dhe është ai që vjen te koka krevatin dhe kërkon vëmendje. Nuk kam shkuar taj. Është ai që ka ardhur në minutën. Ai është ai që ka ardhur në minutën 1 dhe ka zgjedh që pas Kristit ta atakoj Selinin në sa ka marrë darka e prajmit parë. E ardhi sa ti në këtë shtëpi. Unë thash më pra. Nuk ka shku kur Selini te Rogerti. Ai prash me teoritë e veta. Po pra. Kjo është frydë e teorisë vet. Super, ndërsa frytet e teorive të ti, unë nuk jam përgjigjur për t'u faktorizuar, unë jam përgjigjur për të treguar Rogertit vendin ku e ka. Por më kjo është pjesa